apelit të sultanit për luftë në frontin egjiptian do t'i përgjigjeshin të gjithë muslimanët besnik të perandorisë. Në kontingjentin e 300 trupave vullnetare që do të niseshin nga Kavala për këtë punë, do t'ishte edhe Muhammed Aliu. Detyra e tij në batalionin shqiptar ishte të shërbejë si zëvendës komandant i trupës, pas Ali Agajt, djalit të Çorbarxhiut të Kavallës. Por me që Ali Agaj do të mërzitej shpejt nga lufta dhe do të kthehej në Kavallë, postën e tij do ta zinte Muhamedi, i cili do të emrohej bimbash në ushtrinë e kryevezirit. Në luftimet që trupat osmano-shqiptare do të kryenin kundër francezëve, Muhammed Aliu i ri do të shquhej si një nga strategët më të mirë dhe më efikas të palës osmane. Betejat trupave të bashkuara osmane dhe britanike do të çonin shumë shpejt drejt kolapsit pushtimin francez të Egjiptit. Megjithatë, mundja dhe tërheqja francezëve nga Egjipti ishte vetëm një pjesë e luftës për të vënë në kontroll vendin. Problemi kryesor që Egjipti do të haste pas largimit francezëve ishte se kush do ta kontrollonte atë.